Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe Ministri Arben Vetia përëruan repartin e pulmologjisë në spitalin e Prizrenit. U janë mirëpritur nga drejtoresha Narcize Hoxha si dhe stafi i këtij spitali. Pasi bën një vizitë këtij reparti, kryeministri në detyrë Albin Kurti për media tha se ky repart modern ka për vlerën prej 150.000 euro, por këtu gjen shërim pacientët nga regioni Prizrenit, bile edhe nga Kuksi. Ai ka përmendur shifrat e shumta që këtu janë shëruar me qendra pacient. Renovimi i gjithëmbarshëm këtu si totali investimit ka qenë ofër 142.000 euro, prej të cilëve 16% parafërsisht është furnizimi me shtretër dhe inventar të ri, ndërka që pjesa tjetër është aspekti infrastrukturor i repartit. 38 shtretër janë këtu, 6 mjek specialist pulmolog, 11 infermier, si vjetë kanë ardhur 130 shtretër në një vlerë gjithëmbashme për 67.000 euro, për këtyre 130 shtetërve, 38 janë për repartin e pulmologjisë. Trajtimi i pacientëve këtu bëhet në rast të pneumonisë, pastaj bronkitit, tuberkulozës, patologjitë të tjera pulmonare e deri tek kanceri i mushkrive. Ajo tjetra që duhet të theksuar është se në vitin 2024 janë hospitalizuar 669 pacient dhe këtu ka pasur gjithsej 5.803 ditë qëndrimi prej tyre, ndërka që në periudhën janar-prill të si vjet kemi pasur gjithsej 195 pacient të hospitalizuar, prej të cilëve 1.289 ditë qëndrimi. Nga ajo shfarpam, kushtet pajisjet janë moderne, si për trajtimin e pacientëve, ashtu edhe për performancën e mirë të personelit shëndetësor dhe padyshim që ka edhe komoditet për pacientët, duke përfshirë prej pastërtisë, rregullsisë, ndriçimit, ajrit të klimatizuar e kështu me radhë, e deri tek puna e palosshme që e bën stafi mjekësor, e të cilëve u jemi pafundësisht e përzemërsisht mirënjohës. Ministri Vetia ka përgëzuar stafin e këtij spitali për punën që ka bërë, derisa nuk ka harruar të premtojë se së shpejti do të ketë edhe investime të reja pranë këtij spitali. Spitali i Prizrenit, ashtu siç kemi thënë, përveç edhe spitaleve tjera, pas investimeve që i kemi bërë dhe jemi duke i bërë në qendrën klinike universitare të Kosovës, do të vazhdojmë me investime tjera në spitale tjera. Spitali i Prizrenit tani shumë shpejt, sa po mora konfirmimin ma herët, mrenda 5 ose 6 dite, do të hapet edhe një procedurë e re për renovimin total të repartit të pediatrisë dhe të internos, dhe kështu paka shumë po përmbyllet një cikël i investimeve në këtë spital që po e bën këtë spital një spital model në Prizren, por jo vetëm Prizren, por edhe për qytetarët e rajonit Prizrenit, por natyrisht siç e dim të gjithë, edhe për qytetarët nga Republika e Shqipërisë, nga rajoni Kuksit. Unë këtu pata kënaqësinë që nga drejtoresha dhe nga shefja e repartit të shoqërohem dhe ta shoh investimin që është bërë këtu, pash punën e mrekullueshme që janë duke bërë si drejtoresha, si shefja e repartit, dhe shfrytëzoj rastin të falenderoj nga zemra për përkushtimin, angazhimin e tyre, bashkë me krejt specialistët e këtij repartit, e sidomos me infermierët, laborantët dhe ke stafin e mesëm që realisht janë edhe shtylla kurrizore e sistemit tonë shëndetësor. Drejtoresha Narcize Hoxha me këtë rast ka evokuar edhe punën e Dr. Daut Mustafa, si dhe më i njohur si pulmolog legjend në Prizren dhe Kosovë. Po, ky repart ka një traditë të pulmologjisë, siç e theksuat, edhe spitali e mban emrin e primarius doktor Mustafës, edhe secili pacient që vin këtu edhe thonë te spitali i doktor Dautit, po ashtu edhe infermierët edhe mjekë që punojnë mundohen për me majtë, se ka pas një disiplinë siç e dini të gjithë, po edhe me këtë renovim unë shpresoj që me të vërtet do të përfitojnë qytetarët mas së shumti, do t'i kenë kushtet më të mira, shërbimet do të marrin cilësore, edhe po ashtu edhe stafi do të ketë një komoditet më të mirë, edhe stafi kur e ka komoditetin sigurisht që
edhe pacientët do të jenë të kënaqur. Ndoshta me përshëndet edhe me falenderu drejtorin e SCKUK-s, ministrin, të cilët na kanë mbështetur tërë kohën, edhe ministri përveç punëve që i ka të ngarkuar ka qenë interesuar për spitalin e Prizrenit çdo herë, edhe pa ndihmën e tyre sigurisht që kjo nuk do të ndodhë. Po ashtu dua ta falenderoj stafin e spitalit, mjekët, infermierët, kolegët më të afër, drejtorat e reparteve që na kanë ndihmuar për me ardhur në këtë gjendje ku jemi. Do të thonë kjo është një prej punëve të cilet i kemi kryer shumë brenda këtyre 3 viteve në Prizren, po shpresoj që do të vazhdojmë prapë. Shefja e repartit doktoresha Sevena Brina, duke falenderuar të gjithë ata që kanë ndihmuar këtë repart, tha se përkushtimi ynë të vazhdojë të mbetet edhe më tej. Falenderoj në rast të parë menaxhmentin e spitalit Prizrenit që kemi pas vazhdimisht përkrahje, por edhe të gjithë ata të tjerë që morën pjesë në realizimin e këtij projekti. Në këtë takim ishte edhe stafi i SCKUK-s dhe zëvendës kryeministrja në detyrë Emilia Rexhepi, deputet e kuvendit dhe mysafir të shumt.